Shikues nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në emisionin Tempus. Sonte do të diskutojmë për garën për kryeprokuror të shtetit. Kryeprokurori i shtetit zgjidhet nga Këshilli Prokurorial, ndërsa emërohet nga presidenti i vendit. Për këtë pozitë në të kaluarën janë zhvilluar gara të vështira, në të cilat ka pasur betejë të shumë individëve, por edhe partive politike për ta pasur njeriun e tyre në krye të institucionit të prokurorit të shtetit. Në garën e fundit për kryeprokuror të shtetit, aq shumë ishte ashpërsuar lufta, saqë në ditën e dekretimit të kryeprokurorit aktual Aleksandr Lumezi, ishin dalë edhe deklarata e akuza publike se ai edhe mund të ishte përfshirë në planifikim të vrasjeve. Por mandati i tij tashmë po shkon drejt fundit, ndërsa procesi në cilin ishte zgjedhur ishte kontestuar në shumë mënyra. Sonte pra do të diskutojmë për këtë temë në emision me mysafirët e mi të cilët janë. Është profesor Enver Hasani, ish kryetar i gjykatës kushtetuese. Mirë se keni ardhur. Mirë se gjejë të shkruajtur. Është Florent Muçaj, ish antar i Këshillit Prokurorial të Kosovës. Mirë se keni ardhur. Faleminderit për ftesën. Është Mexhide Demolli, drejtoresh e organizatës FAL. Mirë se keni ardhur. Dhe është kolegu, drejtori ekzekutiv i Institutit Kosovës për Drejtësi, zoti Ehat Miftaraj. Mirë se keni ardhur. Faleminderit. Sonte me ne, si zakonisht janë edhe studentët e fakultetit juridik, të cilët gjatë emisionit do të kenë mundësinë që të shtrojnë edhe disa pyetje për panelistët në studio. Para se të fillojmë me debatin në studio, ju ftoj fillimisht të ndisni një histori të përgatitur, e cila flet për një historik të shkurtër se kush ishin kryeprokurorët e Republikës Kosovës. Pas përfundimit të luftës, Kosova ka pasur 5 kryeprokuror. I pari ishte Mustaf Shala, i pasuar nga Hilmi Zhitia, Ismet Kabashi, Syl Hoxha dhe Aleksandr Lumezi. Proceset e emërimit të kryeprokurorëve të mëhershëm nuk janë përcjellur me interesim apo debat të gjerë publik. Dy kryeprokurorët e parë, Shala dhe Zhitia, ishin emëruar në kohën e UNMIK-ut pa ndonjë ndikim apo kompetencë nga politika vendore. Ismet Kabashi ishte zgjedhur kryeprokuror pas procesit të vettingut të zhvilluar në vitet 2009-2010 nga një komision i udhëhequr nga ndërkombëtarët. Pas 2 muajve zvarritje në zyrën e presidentit Fatmir Sejdiu, Kabashi ishte dekretuar si kryeprokuror i shtetit. Ismet Kabashi në prill 2014 kishte dalë në pension dhe Këshilli Prokurorial kishte caktuar ushtrues detyre të kryeprokurorit të shtetit, Syl Hoxhën. Qetësia në garën e kryeprokurorit ishte prishur me rastin e zgjedhjes së kryeprokurorit Aleksandr Lumezi. Procesi i zgjedhjes ishte përcjell me shumë hallakama, që përfunduan me shkelje kushtetuese, luftë publike mes kandidatëve për kryeprokuror, akuza dhe kundërakuza në mes të anëtarëve të Këshillit Prokurorial, kontestim të mandatit të anëtarëve të Këshillit, të cilët më vonë votuan kandidatin Lumezi për kryeprokuror të shtetit. Në vitin 2014, Këshilli Prokurorial kishte udhëhequr procesin e përzgjedhjes së kryeprokurorit të shtetit, nga i cili kandidati Aleksandr Lumezi kishte dalë më i suksesshëm. Ndaj këtij vendimi të Këshillit në gjykatën kushtetuese ishin ankuar kandidatët Shyqeri Syla dhe Laura Pula. Gjykata në krye me Enver Hasanin kishte aprovuar ankesat duke anuluar procesin e përzgjedhjes së Aleksandr Lumezit si kundërkushtetues. Këshilli Prokurorial kishte përsëritur procesin dhe në vitin 2015 sërish kishte propozuar Lumezin për kryeprokuror të shtetit. Emërimi i tij ishte zvarritur për një vit, derisa në ditën e dekretimit nga presidentja Atifete Jahjaga ishte publikuar një letër nga prokurori finlandez Heikki Wendorf, i cili pretendonte se në dosjen që ai po hetonte, Aleksandr Lumezi dyshohej se ishte i përfshirë në komplot të vrasjeve. Ndërkohë në mes të procesit për emërim të kryeprokurorit, Këshilli Prokurorial në mënyrë të kundërligjshme ua kishte vazhduar mandatin disa anëtarëve të Këshillit, të cilët më vonë ja kishin bërë kuorumin për ta votuar Lumezin për kryeprokuror. 2 prej këtyre anëtarëve më vonë ishin shpërblyer nga Lumezi me pozita. Sevdije Morina ishte emëruar si zëvendës kryeprokurore e shtetit, ndërsa Jetish Maloku së fundi është emëruar kryesues i Këshillit Prokurorial.
Gjatë kësaj gare për kryeprokuror të shtetit, 5 kandidatët e tjerë, Shqyqyri Sylla, Imer Beka, Metush Biraj, Laura Pula e Agron Galani, ishin tërhequr nga gara me arsyetimin se në të kishte anshmëri dhe se ishte kompromituar i gjithë procesi. Zote Azani, çka kemi mësuar nga e kaluara, nga proceset cilat janë zhvilluar për ta zgjedhur kryeprokurorin e shtetit? Po, unë do t'i them ato gjëra që i kam thonë vazhdimisht nga 2015 kur kam mbaru funksionin e kryetarit të gjykatës kushtetuese. Ai vendimi që u zu ngoj këtu e thot një të ngjan 100%. Që e thotë sot ambasada britanike që ishte këtë koincidencë, do mund që koincidoj, për proces që shoqërohet me jo transparencë dhe me anime të theksuara në procedurën e procesin e përzgjedhjes. S'kemi mësuar kur gjëa? Dhe unë asnjë send. Dhe unë i ftoj që të gjithë, do të thotë që veçanërisht ata që sot janë pushtet që ta shohin ata gjykim dhe ta shohin ngjashmërinë e reagimit sot shumë të ambasadës me gjykimin e gjykatës kushtetuese, për cilën ju e dini, do të thotë, për ata që kanë harruar, unë kam posa akuzë formale, për atë gjykim unë jam shku në gjyq me 15 prill. Këtë grup që i përmend ju, do të thotë, edhe ka qenë dilun e, po i them gjana që i kam thonë 2015 këtu te Adriatiku, i kam përsërit masandej te Agroni, për këtë te Besniku, përveç janë jo kompetent profesionalisht ky grup. Problemi se ajo është derivat i një procesi jo transparent, se procesi në momentin që nuk është transparent dhe bot në post rregullat të brendshme okulte dhe rregullat e brendshme, unë e posh që është gabim edhe në ligjin të që këshim bën në draft ligj, thoshte rregulloret ekzistuese ngelin në fuqi është gabim, shiko, rregulloret e brendshme të një organit, në këtë rast organit akuzës, nuk mund të shkojnë për te përcaktimeve kushtetuese dhe ligjore, siç kanë shkuar atëherë dhe ne e kem konstatu, për shkak se ti po vendos fatet njerëzve, një, liri dhe drejtat njerëzore, që janë garancione kushtetuese, dhe e dyta, po vendos një organ në një procedurë që nuk është transparente dhe ne kem thonë atëherë, pikërisht fjalët e njëjta, mungon integriteti, për shkak se organi i akuzës, shefi organit akuzës është një, nuk prokurorin me 10, gjyqtarin me 10, kryetar gjykate me 10, por kryeprokurori është një, dhe krimi nuk mund të luftohet pa pas atë organ të shëndosh. Prandaj gjendja faktikisht nuk ka ndryshuar, asnjë lëvizje nuk ka pozitive nga ajo kohë kur është marrë ai vendim, masandej ai vendim nuk është sfiduar në gjykatë kushtetuese, sepse janë tërheq prej, që janë lodhë me plot drejt, ndërkohë kam kry mandatin, edhe pjesa tjetër do të thotë 15 prill të atë ditë që kam nënshkruar në atë vendim, nesërmën kanë filluar procedurat ligjore, do të janë të faktuar prej procedurat civile pas cilave po pas ju kanë rezultuar akuza të fiktive, do të thotë, nga i njëjti grup. Unë kam pas rast kështu first hand mi pa nivelin e tyre profesional, përveç anës që kanë qenë tërësisht në shërbim të një regjimi, do të thotë, politikës ditore. Profesionalisht me i marrë, me i pa, po i marrë akuzat që i kam pas rast me i fëmija dhe tjera me i krasuash, në çdo nivel. Dhe ata, ajo strukturë supozot me njek edhe krime, si që krime të specializume të natyre, si që krime të luftës. Unë e kam pa thonë atër që këtu në 2015 të Adriatiku, lumaj kriminal që ka bo diçka e bjen dur drita hajdarit, e këti grupi e mjeraj që s'ka bo kur gjë dhe ka pun me ta kam thonë 2015 dhe ajo po del do thotë. Prandaj, ky proces po synon të shkohet me rregullat mbrëmshme të vjetra, me avazin e vjetër, për shkak se ky proces do të mbyllet një ditë, do të vihet rënd edhe në këtë vend, dhe më pastaj do të shihen dimensione reale pse ka rezistencë kaq të madhe mos me lëshu organin akuzës. Para se të vazhdoj me juve, zoti Miftaraj, vetëm të informojmë publikun që në këtë emision janë ftuar
përfaqësuesit e sistemit prokurorial, pra i kemi bërë ftesë që tjetë në këtë emision kryesuesi i Këshillit Prokurorial zotëria Tish Maloku, që të na tregoj se si do ta udhëheq procesin e zgjedhjes për kryeprokurorin e shtetit, po ashtu e kemi ftuar edhe kryeprokurorin aktual të shtetit zotërin Aleksandër Lumezi, të cilët nuk janë përgjigjur. I kemi ftuar edhe përfaqësues të Ministrisë të Drejtësisë që të na tregojnë se çfarë janë duke planifikuar në kuadër të pakos ndryshimeve ligjore ku përfshihet edhe pjesa për kryeprokurorin e shtetit, dhe po ashtu në pjesën e fundit do t'i përmendim edhe disa kandidat. I kemi ftuar edhe disa kandidat të përfolur që do t'i hyjnë garës për kryeprokuror të shtetit. Po kthehemi me ju, zoti Miftara, ju keni qenë në atë kohë pjesë e Këshillit Prokurorial të Kosovës, pra në kohën kur është zhvilluar gara për kryeprokuror të shtetit. Keni qenë drejtori i njësisë performancës së prokurorive, përgjithës për artimin e politikave në atë kohë. Na tregoni si e keni parë nga afër zhvillimin e këtij procesi, dhe tash po e shohim që nuk është se ka shumë mësime të nxjerra nga ajo e kaluar, pra po shohim reagime shumë publike edhe të ambasadës britanike, për çka e ftoi edhe regjin që të shkojë deklarata për ta lexuar se çfarë kanë reaguar ambasada britanike. Si po e shihni sot për sot këtë proces dhe çka është mësuar nga e kaluara? Po shohim një përthojse përsëritje të njëjtë që ka ndodhur në 2014, në 2015. Për publikun besoj tashmë kjo është ndoshta harru, po për ne, për mua Florendën ka qenë, mund të them ndoshta një kohë shumë e vështirë, për arsye se me qenë pjesë e Këshillit Prokurorial të Kosovës dhe me pa se shkelet ligji, se shkelet procedura në mënyrë arbitrare nga anëtarët të Këshillit Prokurorial të Kosovës, ka qenë ndjenjë shumë e keqe. Në procesin e dytë për kryeprokuror, 3 anëtarëve të KPK-s i kishte skanduar mandati prej 5 viteve. Bazë të ligjit mandati anëtarëve është 5 vjet. 3 prej tyre kishte skanduar, 1 prej tyre kishte dalë në pension Baramuka. Dhe Këshilli Prokurorial i Kosovës me mbajt korumin që është herësht e 6 anëtarë, vendosi që në mënyrë të kundërleshme me vazhdu mandatin Sevdi Morinës edhe Bajramukës edhe Jetish Malokut. Pastaj këta që ju vazhdu mandatin në mënyrë të kundërleshme, marrën pjesë në votim për emrim të kryeprokurorit të shtetit, ku bënën edhe votat, nëse ka bëj 5 vota për emrim. Në atë kohë kanë 2 letra, një prej ambasadës amerikane, një prej një projekti të BE-s, ku në këto 2 letra, një si tash, ambasada britanike i këshillonte anëtarët e KPK-s, i këshillonte Sevdi Morinën, Jetish Malokun, që të mos marrin pjesë në votim dhe në diskutim për ambasada amerikane. Po, ambasada amerikane, për vazhdimin e mandatit. Edhe përkundër që me shkrimi kishin këto letra, KPK vendosi me injoru dhe vendosi për e vazhdu mandatin. Kështu që këto letrat e ambasadës britanike si duket përmendohen me dhes një alarm, përmendohen me ngrit një farë mënyre tek Këshilli Prokurorial i Kosovës, alarmin që më tregu që mos përsëritet 2015, që procesi për emrimin e kryeprokurorit, procesi për zgjedhjen e emrimit të kryeprokurorit të shtetit duhet të jetë transparent, duhet të jetë gjithëpërfshirës, duhet të sigurt për çaj besim te publiku, po dhe te kandidatë tjerë, se ky proces do të jetë bazë të meritokracisë. Nëse Këshilli Prokurorial i Kosovës e vazhdon këtë proces në mënyrë të mbyllur, unë kam frikën që prokurorët që janë me integritet, prokurorët që mund të japin këtij vendi, nuk ta gjejnë vullnetin ose sot të gjejnë arsye pse me kandidu, sepse pa një proces ku është transparenca, ku do të lehtësohet kandidati më i mirë, pothuajse do të jetë e pamundur që të kemi një kryeprokuror i cili është garantues që të zbatohet kushtetuta, të zbatohet ligji në kuptim të ndjekjes kryesve të veprave penale. Në anën tjetër, nëse morëm për bazë konkursin që u shpall tash nga Këshilli Prokurorial i Kosovës, nëse morëm për bazë procedura, procesi si do të rrjedh, i është dhënë, si të themi, një diskrecion jashtëzakonisht i madh anëtarëve të KPK-s, komisionit të cilët do të bëjnë përzgjedhjen e kryeprokurorit të ardhshëm. Ky komision, po ashtu, nëse shumë rregullore, nëse shumë mënyrën se si do të rrjedhin gjërat, japin rëndësi të jashtëzakonshme
përvojës menaxheriale. Dhe na e dim që përvojë menaxheriale aktualisht në sistemin prokuror prokuror që mund të kandidojnë për këtë pozitë janë kryesisht ata që kanë qenë në KPK në 10 vitet të fundit, ata anëtarë të Këshillit të cilët janë përgjegjës pse jemi sot në gjendjen ku është sistemi i drejtësisë. Domethënë i plotësojnë kriteret ose kanë përparësi kryeprokurorët e prokurive, qoftë speciale, qoftë themelore, të cilët plas përsëri kanë një përvojë të gjatë në pozita menaxheriale, po shohim që kanë bërë një ndryshim përmes të cilit publiku, qytetari mundet me pa që këta nesër mund të jenë të denjë për të ushtruar këtë pozitë. Me përmbledh, unë besoj që edhe publiku dhe shoqëria civile, po të gjithë ne duhet të jemi shumë kërkues ndaj Këshillit Prokurorial të Kosovës. Këshilli Prokurorial i Kosovës nuk mund të kaq lehtë me injoru ambasadën britanike kërkesën e tyre që ky proces të jetë transparent. Nuk do të harrojë asnjëherë faktin që ambasada britanike ka investuar me miliona, me 10 miliona në sistem të drejtësisë. Në Këshillin Prokurorial të Kosovës, në prokurori, ka dërguar prokuror që i kanë specializuar në Londër për me luftu krimin organizuar dhe korrupsionin, andaj me kaq lehtësi kryesuesi dhe kryeprokurori i shtetit me injoru ambasadën britanike, kjo në farë i jep një shije të keq dhe një paralajmërim se ky proces nuk është që ka transparent, nuk është që kjo përbërje e Këshillit, nëse nuk e ka pas një vëmendje të jashtme, një monitorim aktiv, jo pasiv, qoftë nga ambasada britanike, qoftë nga zyra BE-s, qoftë nga shoqëria civile apo ambasada amerikane, thjesht do ta kemi një kryeprokuror i cili do të jetë vazhdimsi e asaj që ka bërë, mund të themi, Aleksandr Lumezi në 7 vitet e fundit. Unë besoj që Kosovës nuk i duhet një Aleksandr Lumez i ri me emër tjetër, një person i cili për 7 vjet më shumë është siguruar me ofru amnisti, pa ndëshkueshmëri në radhë parë për prokurorët që kanë rënë në kundërshtim me ligjin, pastaj për politikanë të korruptuar dhe në fund për grupe të interesit të cilat janë lidhur me biznese apo me afera të caktuara. Kështu që unë besoj duhet të ngritet alarmi dhe nuk duhet lejojmë të përsëritet 2014-15 që në vitin 2021 e njëjti proces në mënyrë të kundërligjshme që është zhvilluar atëherë për Aleksandr Lumezin vazhdohet për një Aleksandr Lumez të ri. Faleminderit, po kthehemi tek ju zoti Muçaj, se sa është e rëndësishme ndoshta pozita e kryeprokurorit të shtetit mund dëshmohet edhe nga ajo që keni kaluar ju derisa keni qenë antar i Këshillit Prokurorial nga radhët e shoqërisë civile. E kujtojmë atë kohë pra kur juve u është ndërprer mandati përmes ndryshimeve të cilat në atë kohë edhe u vlerësuan si ndryshime shumë të çuditshme, e të cilat edhe u interpretuar në mënyrë që arbitrarisht u është marrë mandati. Si e kujtoni atë kohë dhe në fakt çka nga ajo kohë ka ndryshuar tash? A e shihni këtë vazhdimsi, si se tha e hati, dhe a mund të pritet që nga kjo përbërje të ketë prokuror që mund të azëm pozitën e kryeprokurorit që nuk vjen nga ky, nëse mund të themi, grup i antarëve të Këshillit Prokurorial? Faleminderit. Mendoj në këtë kontekst do të thotë ta bëni ndërlidhje në mes të asaj kur kam qenë unë dhe asaj që është sot. Faktikisht personalisht unë shoh që Këshilli Prokurorial pas 7 viteve ku flasim ka bërë një regres do të thotë në këtë aspekt për shkak se si që tha këtu, do në thotë Këshilli Prokurorial sot vazhdon zgjedhjen e një, ka hyrë në një proces të zgjedhjes së kryeprokurorit me një përbërje të Këshillit Prokurorial që është cilësuar si përbërje korporatiste e ne, kur kemi qenë atëherë të paktën shoqëria civile, uad avokatëve, fakultetet që e kanë edhe sot, e kanë pas, do në thotë, përfaqësuesin e vetëm, mbi të gjitha, ju e dini që kemi qenë më pak antar dhe sensi do në thotë i kontrollit vendimorës nga antarët prokuror ka qenë më i ulët, kurse sot pas 7 viteve Këshilli Prokurorial vazhdon me këtë përbërje, po mbi të gjitha vazhdon me rregulla ndoshta të reja, po rregulla të cilat janë po ashtu kthim mbrapa për shkak se në kohën kur unë kam qenë ne, për shembull, kemi pas një rregullore për zgjedhjen e kryeprokurorit të shtetit, sot e kemi një rregullore për zgjedhjen e kryeprokurorit të shtetit dhe kryeprokurorëve të tjerë. Do të thotë që për mendimin tim ky është një jashtëzakonisht një standard i ulët nga ajo çfarë kërkohet do është kërku edhe nga ana e gjykatës kushtetuese në procesin e parë.
Sa i përket procesit parë, lejoni të jap dy momente thelpsore, unë do të thoya që e kanë identifikuar procesin e garës për kryeprokurorin e shtetit. E para ka qenë kontestimi i mandateve ose 3 mandatet e kontestuara të anëtarëve të Këshillit Prokurorial dhe e dyta ka qenë tërheqja nga gara për kryeprokuror në mënyrë kolektive, do të thoya njëri pas tjetrit të gjithë kandidatëve, po flas për procesin e dytë, që për mendimin tim ka qenë diçka, unë kam pas cilësuar atëherë një proces jo kredibil dhe personalisht kam qenë i vetmi që kam kërkuar përsëritje të procesit dhe mos vazhdim, për shkak se nuk kishte asnjë logjik që gara për kryeprokuror të shtetit të vazhdonte me një kandidat, por kjo ka qenë pika kyçe. Mandatet kanë qenë historinë e veti, për faktin se vazhdimi i tyre për post që ka qenë në kundërshtim me ligjin, ka qenë edhe kundër kushtetues, sepse ky vazhdim bazohej atëherë në një dispozit kushtetuese në 151 që atëherë vetëm ishte shfuqizuar, do të thotë dhe paramendo Këshilli Prokurorial i Kosovës atëherë nuk donte fare as me dëgju që ekziston një nen që ata e bazonin vendimin e vet dhe ai nen nuk është në fuqi fare, është i shfuqizuar me amendament kushtetues. E mbi të gjitha, më vonë pastaj ato u dëshmuan, bënin veprime, e ndryshuan përbërjen e Këshillit vetëm për të ndërprerë mandatet e anëtarëve të Këshillit, në këtë fakt vetëm mandatin tim, rezultoi me ndërprerje arbitrare vetëm të mandatit tim, dhe ju dini që prej 2016-ës deri në 2019 dhe pastaj ka vazhduar kjo përbërja me 13 anëtarë, e cila sot është kritikuar nga Komisioni i Venedikut. Pas më ka një gjykim gjykatës theblurin Prishtinë për mandatin tuaj që është pallë kundërligjor. Ato ju e keni thonë, ajo po ashtu, jo vetëm që është pallë kundërligjor, po ajo është pallë diskriminuese, domethënë përjashtimi im ka qenë diskriminues dhe unë e pres edhe vendimin e apelit, do të thotë që ta vërtetoj, sepse çordazi ka qenë, ajo shkputje ka qenë arbitrare dhe ato ndryshime ligjore janë bërë vetëm për të hequr, do të thotë përfaqësuesin e shoqërisë civile nga ona e Këshillit Prokurorial, dhe sot dhe kësaj dite shoqëria civile unë habitem se si do të thotë disa njerëz atëherë të shoqërisë civile që trumbetonin shumë për një garë për kryeprokuror që ata e kërkonin të ishte transparente, kredibile, që më vonë e pranon një garë me një kandidat, e lanë ose e kanë lënë Këshillin Prokurorial pa përfaqësuesin e tyre. Paktën deri tash është dashur shoqëria civile me pas një krejt kjo që ka ndodhur në atë kohë, zoti Muçaj, pra edhe ndërprerja e mandatit, por edhe shumë çka rrugës që keni theksuar ndër vite, a ka qenë si hakmarrje, si persekutim ndaj mendimeve ndryshe dhe kundërshtimeve që i keni bërë në këtë proces? Unë ashtu e shoh. Unë kam qenë i vetmi, do të thotë, i cili spari kam votu për mos vazhdim procesit. Dhe kjo ka qenë hapi kryesor në publikisht, është vota kundër kur e kam dhënë për mos vazhdim të procesit e kryeprokurorit dhe ndalje të procesit, sepse filloi procesi me u degradu. Dhe kundër kandidatët e atëherë që ishin në garë për kryeprokuror, filluan me na akuzu neve që jemi ose anëtar tjerë me emër që janë të anshëm. Dhe kur Këshilli Prokurorial vendoset në një situatë të anshmërisë ndaj një personi të caktuar, atëherë automatikisht aty prishet procesi edhe besimi i publikut, do të thotë që është një standard ndërkombëtar që është kultivuar nga modelet e zgjedhjes së kryeprokurorit, faktikisht nga Komisioni i Venedikut. Absolutisht kjo do të thotë është një lloj persekutimi me qëllim, dhe unë e thash, rezultati përfundimtar ka qenë vetëm ndërprerja e mandatit tim dhe kjo është arrit, po fal gjykatës themelore edhe sot e kemi. Proces cilin do ta monitorojmë edhe do të shohim se si do të përfundoj. Zonja Demolli Nimani, po e shohim pra që e kalumja ka qenë shumë problematike dhe në vazhdimsi si shoqëri civile keni ngritur në vazhdimsi debatin se procesi zgjedhjes së kryeprokurorit është proces i kontestuar. E kemi pa pra në bazë të gjitha këtyre argumenteve që i shtruan edhe parafolësit. Për me lënë pjesën e kaluar edhe me vazhdu me të ardhmen, si po e shihni tash edhe tërheqjen e ambasadës britanike, edhe shpalljen e këtij konkursi që po duket se është duke kaluar në një fazë që po i mungon transparenca. Çka kërkon këtë rast shoqëria civile? Fatkeqësisht me lënë të kaluar mbrapa, po s'po na lënë këta. Domethënë jem ka shohim një histori që po përcëritet fatkeqësisht. Ne të gjithë e thojmë, nështë e kemi si fjallë hyrë, se gjithandej se aty ku s'ka transparencë, dyshimet për keqpërdorime janë shumë të mëdhaja.
Ka disa vite që si organizatë jem duke monitoru shumë proceset të ndryshme të rekrutimit, po në këtë rast asnjëra për nga rëndësia nuk krahasohet edhe me pozitën e kryeprokurorit. Prandaj vetë tërheqjen e ambasadës nga ky proces vërtet e shohim si shqetësuese, sepse si shoqëri civile kemi kërkuar me ngolm që duke pa praktikën e mirë që e ka sjell ambasada britanike, sidomos sa i përket proceseve të ndryshme të rekrutimit, e ka ngrit një nivel të besimit edhe të qytetarëve që të marrin mundin edhe të konkurrojnë në pozita të ndryshme. E fatkeqësisht me tërheqjen e ambasadës britanike, në këtë rast ajo që ngjall shqetësim tek të gjithë është se ky është një proces definitivisht i kurdisur, i montuar, ta them ashtu, dhe nuk premton që do të kemi ndoshta një prokuror me integritet të lartë ashtu edhe siç e kërkon kjo pozitë. Fatkeqësisht vetëm ne dimë që në të kaluamën e thanë gjithë parafalësit, nuk ka qenë ndoshta mënyra më e mirë edhe siç janë emëruar, po siç po shihet njëjta gjë do të përsëritet edhe kësaj radhe dhe ne mendoj që nuk do të qëndrojmë të heshtur. Transparenca e garanton një proces më kredibil dhe si rrjedhoj do duhet të kishim edhe një kryeprokuror kredibil në këtë institucion, në mënyrë që të kthehet besimi i qytetarëve në institucionin e prokurorisë së shtetit. Që deri më tash në çdo sondazh ka dalë që është jashtëzakonisht i ulët. Kisha dashur me vazhdu me një pjesë tjetër debatin që lidhet me pjesën e mandatit të Ministrisë të Drejtësisë, e cila po shihet haptas që nuk po pajtohet me këtë konkurs, kanë dalë deklarimet e hapura, që thjesht kryeprokurori i shtetit nuk duhet zgjidhet nga kjo përbërje e Këshillit Prokurorial dhe se si ministria ata janë duke punuar në një pakot të ligjeve që do ta ndryshojnë edhe përbërjen e Këshillit dhe që ajo përbërje e re e Këshillit do ta kishte në fakt legitimitetin për ta vazhduar një proces të zgjedhjes së kryeprokurorit të shtetit. Zoti Hasani, po filloj me juve, si e shihni këtë iniciativë të Ministrisë së Drejtësisë që me gjas po duket se pak si vonë janë zgjuar nga gjumit që të ndërmarrin këto veprime, sepse konkursi veç është shpallur në bazë të afateve ligjore. Çka mund të bëhet me këto ndryshime dhe a mund të afektohet kjo garë e hapur e procesit të zgjedhjes së kryeprokurorit? Më le veç pak të plotësoj një çështje që do të ka rëndësi të jashtëzakonshme, qenë ne jemi si Kosovë para një sfide që një grupacioni njerëzve me përsërit një proces të parregull që i thojmë ne gjyqësorët nenit të rrëtënit kushtetutës, që me vendimi i gjykatës kushtetutës në 2014 ka interpretu nenin të rrëtënit, nenin që janë anku palët, që ka qenë vlera dëmon 3, 7 dhe 24, nuk i ka prek diskriminimi ato, por është marrë vetëm me procesin jo transparent, që ka qenë i parregullt, okult, dhe vendimet e gjykatës kushtetutëse, kur kanë formën e gjykimit, janë pjesë që ati neni, në këtë rast neni të rrëtëni, dhe ndryshojnë veç me një vendim tjetër gjykatës kushtetutëse, ose me amandament kushtetutës. Që do të thotë, ajo që ka thonë, nuk është punë që ka thonë ambasada britanike, është obligim kushtetutës, këtë du të adinë edhe Këshilli përbërja sotshme, du të adinë edhe pushtetarët, dhe du të adinë çdo kusht, ai vendim është fuqi, gjykim. Dhe çdo devijim nga ajo është shmangje e normës kushtetuese. Kjo është një e dyta. Në vim të pyetjes suaj, përgjigjes në pyetjen tuaj. Qartë shihet që për arsye që unë nuk e di, do të thotë janë fare irelevante, ky proces është ditë kur fillon, kur mbyllet dhe nëse kanë pas ndërmend bëjnë paket ligjeve, është dashur të bëjnë më të mira. Mi thon drejtën, ata le thonë çka doin, po merre lexoni vendimin e Komisionit të Venecias, domethënë bash sikur me paqkru me do mos po di kush njeri që thoni pit atë ligj. Dhe të njëjtin draft ligj që keni ndryshime dhe plotësime që është në që synuan në vend si me kqyr me njek atë çka ka thonë. Për shembull, ka lyp Komisioni Venecia se nuk është që lyp prej nehet ato standarde që të fjore transparenca, integriteti këto. Për shembull, ka lyp përbërja plurale. Kjo është një. Se nuk shkon, ta dini, nuk mështë të mi thonë Komisionit Venecia, aju ditë që vendimet e tyre nuk janë, mendimet e tyre së të obligueshme, juridikisht,
por që i del jo serios, se herën tjetër së përgjigjet, e kur ki nevoj diçka tjetër me veti, a i thot që ma pëzlesu se ty për ditë për vetë mu edhe une po shkon me logikën tonë. Mendoj që me këtë projekt legjë, njërën se e kanë draftu, i kanë bërë shërbim, do morë këti grupit, une kam thonë 2500 metrën që grup rrugash bandita, do në thot, që kanë ka përgonë në akuzës, i kanë dalë në, sikur mi pamsu ata, pjesën, në vend se mi marë komision me bo përbëre plurale, sepse aje përbëre, ose me shumicë kualifikuar, që ka propozu, që kish me qenë pej, si një farë mënyre e nominume, që mësë me mujtë as pjesa politika, as pjesa prokuroriale, po një pjesë e tretë, që për fatë keqë, për shamë fakultetet juridike, sot i përfaqëson aty, një njëre do thonë që kur farë vlere akademike, kredenciale, qashtu ka qenë edhe për para. Në vend si me pejmë me ndërpreqat praktik, njërë që organe akuzës me ra vërtet, në kom shnoshna dhe me inkuraju energjin që është jashtëzakonisht pozitiv, se në plot në njën prokuror të profesional që janë vërtet me integritet, me tash ajo që tojnë nip in the bud, që tojnë në angles, në roj e asin. Kjo është një. E dyta, në dispozita tranzitore, këtu ka fillu një proces i konkursit. Ne po flasëm juridikisht gjithmonë. Është problem e ndërprej një proces të konkursit, një kontratë civile që është në nëshkru me tende, se gjyqit pagun të që po pagujmë ne, edhe gjyqit nesër masin, se gjyqit nuk i intereson kur shkon procedura në gjyq, për mbajtja e problemit, këtu që flasim ne, që quhen gjykime, aty intereson si pas ligjit në fuqi, qëfar ka qenë procedura që atër, edhe pse, kjo procedurë që shpo njeket është antikushtetuese si pas akë gjykimit vitit, 2014. Në relexone, shikone, dhe keni 100% është kundër kjo që veprohet, sepse është veprua kur është zedh, kjo nuk është sfidu të ne, në ndërkohë në kam kry mandatin, edhe ajo pun nuk është sqaru me thonë që kjo, ama djetë është e qartë, sepse është procesi i netë. Prandaj, ligji, këtë pjesën, shikota që përveç këtyne që i thash, pjesa e plurale që i mungan, që është jetike, vrejtje serioze, ndërprerja mandatit, ka thonë Komisioni Venecias, dhe ju ka thonë Malazesve, dhe i citojnë, mund bëhet e organeve, ka të tregu, Këshilli Prokurorial, organizime dhe përbërja është çështje ligjore. Domthon, nuk është çështje kushtetuese, sepse sonë. Por, ajo mund bëhet vetëm atëherë kur bëhet përmirësohet performanca e përgjithshme e organit. Substanciale, domethënë. Kjo është problem, s'është e prekshme, nuk më e mat. E dyta, i kanë futur çito kritere që i fusin këta menaxherë, sepse këta duhen, domethënë si lloj tarikati me reciklu vetveten, një tat logjike si mundet me vlerësua kuvendi, organ politik, aftësin menaxheriale dikuj. Pa është organ menaxherial. Atë mund të bëjnë pjesa profesionale që është e përbërës së këshillit. Do i kanë bëu të njëjtat, sikur mi pa mësuar, domethënë njëjtat gabinë që është për të ardhur keq, është për të ardhur keq. Presim të i dalim penzion kjo kategori, kjo klap e këtyre njerëzve që të lirohet ky institucion? Është gabim, sepse po jo kanë pas roadmap, kanë pas për Komisionit Venecias qartë, gjdo gjo, edhe është me implementu. E hatë ju qysh po e sheni krejt këtë pjesë të iniciativës të Ministrisë Drejtësisë dhe a do të mund të afektuat gara e hapur, edhe këto që tha zëti Hasani, kjo pjesa e strukturës së njëjtë që në fakt po i bjen që po riciklohet, sepse po shohim që janë njerëz të njëjtë që në dekadën e fundit vazhdimisht janë duke u sjellur në krejt pozitat menaxheriale. Në këtë studion këtëve kemi qenë me zëvendës ministrin Shala, ku e kemi thënë dhe kemi debatu me të, dhe pyetja jonë ka qenë kryesore, pse Ministria e Drejtësisë është dashur të pres tetorin për me formu grupin punues për ligjin për KPK-n. Pra janë shumë vonë. Ne si Instituti i Kosovës për Drejtësi kemi kërku publikisht, kemi dërgu letra, kemi kërku prej Ministrisë e Drejtësisë që të ketë një plan të qartë, cilat duhet të jenë prioritetet e saj në vitin 2021. Të thot, e ka pas strategjinë për sundim të ligjit, që është miratun nga qeveria, e hartuar për Ministrisë e Drejtësisë, e kanë ditë saktë që kur prokurorit aktuali s'ka dhënë mandatin në prill, e kanë ditë që 3 muaj para skadimit shpallet konkursi, kështu që kanë pasur kohën e botës që me fillu me pakun e ligjeve të sistemi gjyqësor, ligje për KPK, prokurorin e shtetit, prokurorin speciale.
pse kanë prit tetorin, kjo është një pyetje që besoj duhet me ja përgjigje Ministria e Drejtësisë, po sigurisht që logjikisht nuk kanë përgjigje, sepse nuk ka logjik që unë po filloj në tetor me artin të ligjit, pastaj në ligj dispozita kalimtare, po du me shfuqizu një proces që ka fillu, du me thonë, këtë rast nga KPK. Është e vërtet që Mund të zotim iftaraj t'ju pys konkretisht diçka, që kjo pako e ligjeve të ndryshohet në ndërkohë të zgjidhet kryeprokurori i shtetit dhe përbërja e re që të ndërmarrë veprime karshi kryeprokurorit të shtetit kur dihet që ata që e zgjedhin edhe mund të propozojnë shkarkimin e tij. Pra mund vjen një përbërje e re që në rast se kandidati i zgjedhur nuk i plotson kriteret ashtu siç po kërkojmë të gjithë, atëherë edhe të kontestohet dhe të merret mandati? Pora, kjo projekt ligj aktual i Ministrisë së Drejtësisë fatkeqësisht nuk i ka përcjell udhëzimet e Komisionit Venecias. Vërtet ka vepruar në kundërshtim me ato që ka thënë Komisioni i Venecias. Komisioni i Venecias ka thënë që prej 7 anëtarëve të KPK-s, shumica e tyre ose s'pakut, më thonë 4 prej tyre të zgjedhen nga kuvendi. Kjo në një farë mënyrë me i korporatizmit që është përmend vazhdimisht nga Komisioni i Venecias. Ministria e Drejtësisë ka propozuar ndryshe. Ministria e Drejtësisë ka propozuar që 4 më zgjedhen nga KPK, përfshirë kryeprokurori i shtetit me pas anëtarë sipas detyrës zyrtare dhe 3 të tjerë nga kuvendi. Dhe kjo është pastaj bën kundërshtim me ato që Komisioni i Venecias ka thonë që më shkurtu mandati anëtarëve aktual dhe mos zbrit numri anëtarëve nga 13 sa është aktualisht në shtat, duhet me pas një reformë substanciale. Ajo reformë substanciale bën një ndryshim substancial, domethënë që e promovon sundimin e ligjit ose ndron praktikat e këqija të KPK-s. Si është propozuar për Ministrisë së Drejtësisë, në radhë por nuk është fare reformë substanciale, po është thjesht një ripaketim i asaj që ka qenë më herët. Edhe me propozimin aktual të Ministrisë së Drejtësisë, nëse 4 anëtarë të KPK-s do të jenë nga prokurorët, nuk jep garanca që këta 4 prokurorë që zgjidhen nga Këshilli Prokurorë i Kosovës, ka ky këshill, do të bëjnë një ndryshim substancial që me promovu sundimin e ligjit, me promovu që Këshilli Prokurorë i Kosovës ka me pas integritet, ka me zbatu ligjin. Kështu që në këtë fazën besoj që nëse vazhdon me këtë dhe nuk ka ndryshime, kuptim që 4 anëtarë mos zgjedhen nga kuvendi, dhe këta 4 anëtarë që vinë me pas integritet, me pas kredibilitet dhe mos siguru që kanë zbatu kushtetutën dhe ligjin, tek atëherë mundu me shpresu që këta anëtarë të KPK-s pastaj kanë me mojt llogaridhënës kryeprokurorin e shtetit. Po të kuptohemi, në asnjë rrethon nuk mundet në mënyrë arbitrare 4 anëtarët me votu dhe me thonë përshkarkojnë kryeprokurorin, sepse po flasim për pozitën kryesore në sistemin prokurorial. Emërimi dhe shkarkimi i kryeprokurorit duhet më bëj sipas procedurës, dhe procedura është e përcaktuar në ligj rregullore. Kështu që pa marrë parasysh kush vjen nesër anëtar i këshillit, edhe nëse janë gjithë anëtarët, domethënë kundër kryeprokurorit, po flas në shtet normal, mund besoj që as në anket studio as kush, edhe nëse një kryeprokuror zgjidhet me të kundërligjshme, nuk jena që m'ja marr pastaj atë mandat në të kundërligjshme prapë, sepse nuk duhet me ndërtu precedent rrezikshëm. Këshilli Prokuror, institucionet e drejtësisë çdo herë duhet të siguru që ligje dhe procedura në çdo rast më respektu, më zbatu për pikëri. Po me përmbyll me draftligjin aktual që ka dërguar Ministria e Drejtësisë, nuk ka shpresë që kjo ka me ndodhë. Faleminderit. Para se të vazhdoj me juve, zoti Muçaj dhe zonja Temullin Imani, kisha dashur me marrë ndonjë pyetje nga studentët, nëse ka interesim. Muj me marrë 2 pyetje. Prezantoni ju lutem edhe pyetjen konkrete. Atëherë përshëndetje, unë jam Albatrez Zeqiri, jam student i fakultetit juridik në vitin e 4. Atëherë kisha një pyetje lidhur me njëra nga kompetencat e kryeprokurorit shtetit, konkretisht me atë se kryeprokurori i shtetit ka të drejtën e marrjes së lëndës së prokurorëve të tjerë. A mendoni që duhet të hiqet apo të ndryshohet kjo kompetencë, pasi që e njëjta mund të ndikojë në pavarësinë e punuesve të prokurorëve shtetëror? Faleminderit. A kemi edhe një pyetje tjetër? Urna? Atëherë përshëndetje për të gjithë, edhe unë student i fakultetit juridik viti 4, Flamur Kabashi. Pyetjen po a drejtoj profesorit Enver Hasani. Profesor, me qenë se ekziston tashmë një gjykim mbi praktikën që është kriju dhe llogaritet si një lloj praktike ky gjykim që më shfrytëzu në zgjidhjen e kryeprokurorit të ardhshëm. Realisht nëse veç
përsëritën shkeljet që kërkon bën në vitin 2015, sa kuptova unë, si do të vepro tash realisht pse s'po zbatohet kjo praktikë që realisht mundet me u zbatu për ati akt gjykimi, dhe nëse nuk zbatohet që të kishtë me qenë hapat e më të tjeshëm që duhet me ndërmarë organet e afektune nga vetë ky vendim i Këshillit Prokurorial, dhe një pyetje antarës drejtoreshës apo përfaqësuesës së organizatës në fjalë. Si organizatë realisht a jeni interesu me ditë, jo si organizatë dhe organizatë të tjera, pse nuk ka përfaqësues të shoqërisë civile, si që kuptova unë, domethënë për momentin nuk ka aty përfaqësues, që janë hapat e shoqërisë civile që me pas një përfaqësues aty brenda, dhe pse ku qëndron arsyeja që nuk ka përfaqësues aty. Faleminderit. Faleminderit shumë që po e dhonës përgjigjen e fundit që mos me shterë në këtë pjesë debatit. Përfaqësues nuk ka sepse Florent Muçajt ju ka ndërprej mandati dhe sa është shpall konkursi nuk kanë arritë kanë arritë vazhdimisht me dështu konkurse cilat janë shpall prej Kuvendit Kosovës. Për kompetencat e kryeprokurorit, me siguri miftara i shkurt edhe kthehemi te profesor Hasani dhe më pas vazhdojmë me ju Florent. Kjo kompetencë, domethënë është e dhënë në vitin 2015, edhe është rezultat i dialogut Kosovë-Serbi lidhur me integrimin e pjesës veriore në sistemin e drejtësisë në Kosovë. Kjo është bërë kryesisht në atë kohë kur partnerët ndërkombëtar kanë pas frikë që prokurorët e Kosovës mund me keq përdor kompetencat e tyre dhe me fillu, si të themi, ndonjë luftë, po them sipas tyre gjithmonë, se mund me fillu, domethënë, ndjekje penale kundër serbëve pa ndonjë procedurë dhe pastaj para po mundësia që kryeprokurori i shtetit, nëse ka ankesa me mujt me marrë, domethënë, këtë rast, dhe pastaj po edhe marrë edhe kjo kompetencë e kryeprokurorit, domethënë, ekziston një procedurë që në kupton që nëse një rast merret në kompetencë, duhet me pas arsye. Nëse një rast i merret një prokurorit, duhet me arsyetu që ai prokuror ka shkel ligjin, ka qenë i anshëm, dhe pastaj ndaj atij proceduri prokurori me fillu procedurë. Prej vitit 2015 nuk është dia është zbatu kjo kompetencë një herë ose dy herë. Kështu që mbas ligjit në Kosovë, prokurori i shtetit s'ka subordinim, sikurse s'kan as gjykatat. Prokurorët janë super të pavarur. Prokurori i shtetit, domethënë, vetëm këtë kompetencë ka në raport me prokurorët tjerë, kështu që një prokuror me integritet, një prokuror që thjesht zbaton kushtetutën dhe ligjin, s'ka nevojë me raportu kryeprokurorit, as kryeprokurorit të shtetit, pas kryeprokurorit të prokurisë themelore. Flas gjithmonë bazë ligjit, po praktika fatkeqësisht e dëshmon të kundërtën. Zoti Hasani, shkurtimisht. Fakti përgjigjem kështu shkurt, po është hap 10 herë ai konkurs që nga koha e zotëri Muçajt kur ka qenë. Nuk është pa nështë edhe një interesim pikërisht të e ditë këtë rreth të njerëzve si pjesë të KPK-s, nuk ka pas nështë edhe për këtë arsye një interesim prej shoqërisë civile që të jetë pjesë e një rreti tillë kur dihet vendimarrja mandese në çfarë niveli është aty. Nëse më lënë betim edhe shkurt për këtë pjesë. Është mirë të mëna për publikun edhe për ju me kuptuar që dy anëtar të shoqërisë civile që ka qenë Këshilli Prokurorial, Florent Muçaj dhe Kujtim Kërveshi, unë me thonë që duhet kanë qenë me shumë integritet, po duhet kanë qenë subjekti persekutimit nga këto përbërje të Këshillit Prokurorial të Kosovës. Ka qenë shumë e vështirë me pas opinion, mendim të pavarur në Këshill Prokurorial, sepse në çdo takim që është të Këshillit, nëse është votuar ose është diskutuar kundër interesave të tyre, kanë fillu persekutime, domethënë hetime, thjesht me shkatërruhije të natyrë anëtarëve të cilët kanë kuxuar me pas mendim ndryshe. Kështu që me këtë përbërje, me si është tash me Këshillin Prokurorial të Kosovës, nuk është që shoqëria civile dëshiron me u bosh servis në një këshilli me shku aty me votu sipas dëshirave apo çeveve tyre. Zoti Hasani, çka nëse nuk zbatohen ato çka janë vendosur. Prandaj Komisioni i Venecës ka kërkuar këtë përbërjen plurale dhe atë ka menduar pikërisht me qenë pjesa e shoqërisë civile që nuk diktohet me qenë nominim ajo, mos me qenë, domethënë, mos me qenë pjesë që legjitimohet nga strukturat ato. Shiko, ajo aty desha me thonë këtë që boni pyetjen jashtëzakonisht me vend se unë aty mendoj ta them. Do thotë tash ata që se aty nuk do konkurrojnë po supozoj kandidat dhe ata që shkojnë në gjykata kushtetuese ka për detyrim ose unë nuk shoh arsye pse duhet me ndrru precedentin e. Dhe nëse përsëritet njëjta logjik, diku prej paragrafi 76 të gjykimit të poshtë, jo transparenca, pa anësia, testi objektiv, subjektiv, nëse në proces
të përzjedhës shkon e njëta logjik, unë jemi bindur që e rëzon, prap, du me besu. Tash edhe një faktor është, përveç kësaj që tha zoti Niftar, të ne është natyrë, organe akuzë është i centralizum. Në Shqipëni është për shkak decentralizum, është në për qyshën gjykatat. Të ne pa unrruhe se ajo kompetencë ka qenë edhe për para, edhe para se edhe ekziston në organet po, normal, si pas procedurës ligjore, se së më është me marrë, por që pa unrruhe struktura, pa u decentralizu, dhe më mendoj që organe akuzës e rritë pavarësin edhe me u decentralizu. Një prej në të ardhmen, decentralizimi organit akuzës këshme qenë jashtëzakonisht hapi mirë për me forcue integritetin e paanësinë e tyre. Zoti Muçaj, çfarë kryeprokurori duhet Kosovës dhe a është ky këshill me këtë përbërje ai që mund ta garantoj një kryeprokuror çfarë i duhet Kosovës? Unë mendoj që jo. Ky këshill pse po e them sepse po lidhem në përbërjen e këshillit prokurorial jo të njerëzit të personat, jo të njerëzit të antarë që janë, por në përbërjen e cila ndikohet nga shumica antarë prokuror. Minus 2 antarë tjerë që mungojnë, që janë zëri i jashtëm, që i zgjedh kuvendit që mungojnë, unë personalisht nuk pres një proces i cili do të na jep ose do të na forcon ose kultivon besimin e publikut. Atë parimin kryesor që e përmenda unë të fillim, pse këtu lidhemi pak edhe me rregulloren për zgjedhjen e kryeprokurorit të shtetit dhe kryeprokurorëve, që më herët e thash që fatkeqësisht ajo është një standard më i ulët se sa standardi që ka qenë në këshillin prokurorial kur kam qenë unë. Së pari e kisha theksu panelin vlerësues. Paneli vlerësues është një mekanizëm që i vlerëson ose vlerëson kandidatin për kryeprokuror, por që përbëhet nga antarë që zgjedhen me shërt. Edhe ata antarë që zgjedhen me shërt i zgjedh kryeprokurori i shtetit, do të thotë ata janë 4 antarë, ata kanë me ta intervistu dhe me pointu kryeprokurorin, ndërkohë që pjesa tjetër e antarëve të këshillit prokurorial privohen nga kjo mundësi. Që është një element shumë i rëndësishëm për mendimin tim. E dyta, çka unë mund të theksoj është mënyra se si e paraqet rregulloria kandidatin i cili do të dalë në votim. Dhe aty thotë kandidatët që dalin në votim është kandidati i parë që merr më së shumti pikë, dhe thotë se kandidati i dytë ka një diferencë ka një diferencë mbi 3% të pikëve me kandidatin e parë, i bie që potencialisht mund të bashkuan votim veç një kandidat. Do të thotë kjo tregon që mekanizmat e brendshëm, kjo është do të thotë barazimi që ja kanë bërë zgjedhjes së kryeprokurorit të shtetit në atë rregullore me kryeprokurorët e tjerë. Kjo tregon që rregulloria vet ka shumë defekte. Dhe kjo tregon që shumë kandidat mund të eliminohen qysh në start. Pse mund të bëhet kjo? Nëse shikojmë pointimin, mënyra se si bëhet pointimi, thot deri në 30 pikë koncept dokumenti, deri në kaq pikë kjo. Diskrecioni pointimit antarëve të panelit vlerësues është shumë i madh. Mundësia për me keq përdor pointimin dhe me vendos 2 pikë ose 3 pikë për me dëmtuar një kandidat që ndoshta shumë kredibil dhe me lënë gjithmonë mbi 3% ose 4% më pak se sa i pari ose e kështu me radhë, dhe me pru në votim vetëm një kandidat është shumë e madhe. Dhe ky standard, vetë ta rikujtoj, ky standard është ngrit nga gjykata kushtetuese në vitin 2016 dhe 2017 po më duket e rasti Daka dhe Tunga Berisha, pra zgjedhja në mes të alternativave ku sfidohet votimi, kur antari i këshillit gjyqësor voton për shembull vetëm një kandidat, mënyra e votimit, dhe kështu potencialisht rregulloria aktuale që është në fuqi për zgjedhjen e kryeprokurorit të shtetit, shumë lehtë ky komisioni ose paneli vlerësues mund ta bën në situatë procesin që të dalë në votim në këshillin prokurorial vetëm një kandidat dhe praktikisht antarët e këshillit ndoshta që presin që të vinë kandidatë tjerë që s'kan pas mundësi të marrin pjesë në procedura, pastaj privohen nga ajo mundësi, nga alternativa për të zgjedhur ata të tjerë kështu me radhë. Zënja Demolli, po vazhdoj me juve e po besoj gjithë panelistët është me interes me vlerësu se në këtë garë për kryeprokuror të shtetit, që kemi parë pra luftën në të kaluarën, kush bën garë realisht më shumë? Kandidatët apo partitë politike, grupet e interesit, apo përmes me thonë edhe grupet kriminale që ta kenë njeriu në tyre në krye të organit të akuzës? Në shtatë gjitha ka pak, kështu që mos mi përjashtu asnjënën, secila nga këto i kanë interesat e veta që ta kenë njeriu në tyre në
në organin më të lartë, si që është institucioni i prokurorit të shtetit, po vërtet prap u sqarun gjitha, po unë e shoh shumë mangësi që ambasada britanike edhe procesin e për cilët kalojnë kandidatët në një proces që monitorohet prej ambasadës britanike, kam i mungu shumë këti procesi, edhe pa dyshim që s'do ta kemi një, si që po flitet edhe po shihen gjonat, nuk do ta kemi një person me integritet në këtë pozit, që është shumë përkeqardhje. Nga vetë mënyra se si do të edhe ti intervistohen kandidatët, edhe nga ajo që unë kam pa direkt në proceset që i kemi monitoru me ambasadën britanike, vërtet të ata është një metodë këtë ndryshe edhe në çdo rast mundohen të nxirren më të mira nga kandidati. Në këtë rast, siç po shihet, do të jetë e kundërta. Fatkeqësisht si duket të ka qenë mirë planifikuar dhe po në pjesë të fajit ndoshta në këtë mes duke qenë se kemi një qeveri të re që ka ardhur në muajin mars edhe duke ditë se kryeprokurori i kalon mandati në prill, mendoj që është dashur të fillojë këto procedura të ndryshimit të legjislacionit shumë kohë më parë. Në fakt, ajo që e pam zotë Miftara nga reagimi i ambasadës britanike është nëse mujë me përkthy kështu vetë po dini vetë grahni, edhe po doni thjesht me zhvillu një proces që nuk e ka dritën e publikut për ta pasë kush janë kandidatët dhe në çfarë mënyre ata do të vlerësohen. Gara më e ashpër është mes kujt, mes partive politike apo mes anëtarëve të Këshillit që ndoshta individualisht dikush edhe mund të përfaqësojë diçka. Vetëm na si KD monitorojmë Këshillin Prokuror të Kosovës kështu në mënyrë sistematike prej vitit 2013. Muna me thonë çdo takim të Këshillit, çdo vendim që merret në Këshill e analizojmë dhe dim sakt rrjedhën e këtij mekanizmi. Kur të hartojnë rregullore, kur të marrin politika, domethënë thjesht muna me thonë e vizatojnë interesat e prokurorëve, grupeve të interesit. Nëse në vitin 2014-2015 ka qenë luftë mes dy partive politike të mëdha, unë me thonë koalicion PDK-LDK me sjell Aleksandar Lomezin, në vitin 2022 kanë rru shumë gjërat. Në vitin 2022 prokurorët aktual, tham ky klani prokurorëve, e kanë tash nevojën sa me shërby politikës, shumë më shumë e kanë nevojën me mbrojtë tash interesat e veta. Sepse sistemi prokurorial, ky grupi prokurorëve që sot janë Këshill ose që kanë pas pozita riciklim 10 vitet e fundit, gjatë këtyre viteve përveç që kanë bërë favore partive politike, grupeve të interesit edhe vetë kanë rënë kundërshtim me ligj, kanë domethënë, kështu që lehtësisht nëse kishim pas një Këshill prokurorial si duhet, një prokuror si duhet, mbas se përgjegjësia penale ka lënë edhe kata. Kështu që në këtë fazë interesi i tyre është mu siguru që ky cikli i prokurorëve që i ofrojnë mas pari amnisti pa ndëshkushmëri vetvetes me kanë ende në këtë pozitë, mos të harrojmë asnjëherë faktin që na edhe pse po i përfundon mandati Aleksandar Lomezit në prill, ne ende nuk e dim lidhur me fatin e provimit të korrespondencës së tij. A është fals, a është apo nuk është fals? Mos na hyn këtë temë se me siguri më pas edhe zoti Hasani do të shpalos shumë çka rreth kësaj. Edhe shumë procese të tjera. Në raportin e nëse një procedurë tillë po zhvillohet edhe po zgjidhet një kryeprokuror i shtetit, se mund të presim që ai kryeprokuror mandej do të ketë guximin ta quaj ashtu se duart e lira që deri nesër një ministër që është i korruptuar ma diçka ta hetoj edhe të vazhdoj procedurat ma tutje. Raporti i progresit që është publiku para 2-3-4 muajve, një ndër pikat e saj ka që ky Këshill Prokurorial me një arar kur është 7 anëtar të tyre kur kanë marrë mandatin, në raport progresit thuhet që shumica prej tyre dyshohet që kanë ardhur në konflikt të interesit. Domethënë është shkel ligje për konfliktin e interesit, e në raport progresit. Edhe në atë raport thuhet që partnerët ndërkombëtar, ambasadën amerikane, britanike, zyra BE-s janë tërhequr për monitorimit të procesit sepse kanë pas dyshime që ka thjesht konflikt interesi. Tash me prit pejtnetit Këshill, me pas një proces transparent, me pas një proces me integritet. Për zgjedhjen e kryeprokurorit të shtetit e kur kësaj shtohet fakti që ambasada britanike i ka 2 letra që i ka dërguar, në farë mënyrë i jap shije të keqe, nuk është që t'jap besim se të kemi me pas një proces transparent ose një kryeprokuror që duhet me përjashtim nëse në rënd qasje Këshilli Prokurorial në fund
ofron qasje Britanikëve, ofron qasje ndërkombëtarëve, ofron qasje Ata në fakt kanë deklaruar që janë të hapur për krejt, mirë po ndryshe ka funksionu sipas ambasadës britanike, sepse për 2 muaj rresht as zoti Etish Maloku as zoti Aleksandr Mezi nuk i kanë kthyer përgjigje. Shikues nderuar, ne i kemi ftuar edhe kandidatët e përfolur se mund të jenë në këtë garë pra për kryeprokuror të shtetit. Në këtë rast, më lejoni që t'ju informoj që prej disa ftesave që ju kanë bërë disa prej kandidatëve të përfolur ende, pra jo zyrtarisht, vetëm njëri prej këtyre kandidatëve e ka konfirmuar se është kandidat për garë për kryeprokuror të shtetit, dhe ai është prokurori Armend Hamiti, që është prokuror në Departament të Krimeve të Rënda në Prokurorinë Themelore të Prishtinës, në ndërkohë që ftesa ju kemi bërë edhe kryeprokurorit aktual të Prokurorisë Speciale zotëri Blerimi Sufajt, por i cili nuk është përgjigjur fare, po ashtu prokurorit zyrës kryeprokurorit shtetit zotëri Shqipdan Fazliut, kryeprokurorit të Prishtinës Kujtim Munishit, prokurorit prap të zyrës kryeprokurorit shtetit zotëri Bari Hysenit, por asnjëri prej këtyre nuk janë përgjigjur. Po ndalemi pak te këta emra të përfolur, zoti Hasani. Pra e kemi vetëm një që ka konfirmuar se do të jetë pjesë e garës. Edhe këta emra të tjerë cilët janë duke u përfolur, por që s'ka ende konfirmim zyrtar, si i shihni edhe kush besoni që mund të jetë kryeprokurori i ardhshëm, tu i pas parasysh gjitha këto rrethana që i diskutuam. Veç të se ma kujtoj profesori Florent, edhe 3 herë, edhe 2 herë është vërtetuar gjykimi 2014. Kështu që domthon 3 gjykime janë që definojnë saktësisht se çka është shkeli kushtetuese. Kështu që çdo kandidat që është i pakënaqur apo shihet qartë që ta do shkojnë rrugën e njëjtë, gjykata kushtetuese ka problem me thonë diçka tjetër veç asaj që e ka thonë herave 3. E ka ndërtuar si standard. Sa i përket këtyre, do të thotë unë pezom me qenë se më kara me i njoft në rrethana që s'kisha dashur me i njoft Blerimin, do të thotë i Sufin, e kam thonë edhe atëherë, sot po e them, ajo është rrethi i brendshëm i Lëmezit, do të thotë, sepse kushti për më baj ku është aty, kur ka qenë më ngrit mu akuzë, njëtën ditë, dhe ka ngrit akuzën, në cilën, thash, është mjerim me lexuar, dhe është grupi njëjtë që është Munishi, do të thotë, dhe këta, unë pajton 100% me vlerësimin e sot, këta e kanë latin dhe kanë thonë ung vibus e rostris, me thoj edhe me shuplak, me majt aty ku janë atë rrethin që kanë kriju, sepse këtu do jemi, apo ata nuk mund ta majnë, do të thonë, sepse ka kalu një kohë, Kosova ka hyrë në një fazë tjetër, do të thotë që megjithatë është e pakthyeshme. Nuk mund të përsëritet e njëjta storie që është bon në 2014, në një kohë kanë qenë procese politike, ju e dini, që është shoqëri civile, kur u zgjedh, është një pjesë e tyre e shpallën edhe kalorësin edhe herojnë, do të thotë, e shpallën si luftar që dalë luftoj korrupsionin dhe kështu me radhë, dhe që ishte përtar keq, do të thotë, sepse ishte mënyrë të verpt një përkraje, dhe unë jam shumë optimist që mekanizmat 3 gjykime të gjykatës kushtetuese, reagimi në presoj shoqërisë civile, ambasada britanike, për ata që nuk e din, këto institucionet dhe agjensionet e pavarura që quhen trupet, është shteti ma i besueshëm në botë, për sepse atje ka nis këto institucione kontrolluese që quhen, ata i thënë kuage, ka një shkurtesë, edhe prej Gjermanisë, edhe prej Francës, për këtyre vendeve të perëndimit. Dhe jo rastisht e ka qatë rol, jo vetëm në KPK, po edhe në institucionet dhe agjensionet e pavarura. Kështu që unë pres që këtë herë do të thotë nuk shoh për me gjithë faktin dhe dobësitë që i ka bërë, do të thotë në ligj që harrohet them, ishte edhe për tarkes, për shembull Shortin ishte urdhëroi me ligj kryetari gjykatës supreme, po s'është kryetari gjykatës supreme me i caktue përveç vlerësime profesionale në trupa kolektive, s'është i caktue detyra administrative që janë tërësisht teknike dhe s'kanë lidhje me atë fizionomin e kryetarit gjykatës supreme. Përkundër kësaj, procedurat janë të garantuara me 3 gjykime të gjykatës kushtetuese dhe unë besoj që
unë besoj që s'mund të kalojnë. Po, për të që i thatë zoti Hasani për këta kandidat në këtë rast edhe për zotin Jusufaj. Edhe më nishin, do të sepse unë që këtu jem sa punë nuk më mbyllet letë, puna e diplomës, unë sakt, do më thonë, që do të shijeta, nuk mund të përfundoj pa një proces gjyqësore. Mund të që krejt këtu janë personale, sepse unë kënë ngrita këta kurë dhe i zotit Hasani dhe a i tash pëm... Shikoni të që, unë këto që i kam thonë, që po i them, sot i kam thonë 2015 këtu, të kjo shpi, mas mërë, të Adriatiku. Dhe unë po e them, atë i kam thonë, sa e vepër nuk o parashtu, pse leti shkon, unë jam akuzu për falsifikim të nëshkrimit. Qëta që sot janë pushtet, për fat kec, për i përmeni me emra, thëshin, ka imunitet, po s'ka imunitet për falsifikim. Po ku pe din ti që është falsifikim? Në një gjykatë kushtetuse, që ka qenë vetë një në rajon atë kohë, se ta që janë modernizu, që ka qenë që është incizu 24 orë, qa flet dhe me fotografi, dhe ka qenë airbase, ta kam thonë këtu në 2015, pësa i asë njerë, kjo personale, a i ka pas personale me muljon me te, ka akuzu, në ndërkohë që s'ka shku kur mi marë, sot le të shkon le ti merë në gjykatë, i gjenë, ato dhe eshe që ka qenë 100% ranë që aj person që thoshte ju ka falsifiku në shkrimi, as ka qenë gjykat në kohën kur, as ka qenë Evropë, ka qenë NATO Atlantiku krejt. Dhe unë i kam thonë atëm 2015, këto që për i thëmë sot, për fatke që jënë vërtetu 100%. Dhe do të vërtetu edhe këto që për i thëmë sot. Zoti Muçaj, në krejt këta kandidat, folëm dhe ristash qka ka qenë e kaluara, edhe qka është e tashmja, edhe qka i duhet të ardhmen, në të ardhmen, qëfar krye prokurori duhet Kosovës. Për i këture kandidatve, këtë garë, kush besani që do të fitoj? Shiko, unë këta kandidat që u përmendën me gjithë se të pa konfirmuar, unë po shamët zotin Hamiti e njofë si prokuror me kredibilitet. Jashtë zakonisht lartë, po e di për shamët që i njëjti zakonisht në këshillin prokurorial, kur ka orë puna me u votu për një çështje ti, ose diçka zakonisht ka humbë, do të thotë s'ka pas teren, nuk ka pas vota, nëse e marrim dhe e shohim për shambull tash, vetëm i shikon kush janë kryeprokurorët e prokurorive dhe aty e sheh, do të thotë pak a shumë kush i ka votat, sepse unë e thash, është e njëjta rregullore, kjo fatkeqësia, është e njëjta rregullore që është për kryeprokurorët prokurorive dhe për kryeprokurorin e shtetit dhe shihet qartë vetëm merre si standard procesin e zgjedhjes së kryeprokurorëve të prokurorive dhe aty e shef që kush i ka, do të thotë pak a shumë votat në këtë përbërje, sepse këtu vendos vota. Megjithatë, edhe njerë po e ripotencoj, rregulloria aktuale që është, ka shumë defekte. Antarët e këshillit prokurorial, e panelit vlerësues që unë po them, ata duhet dhe kanë me dhonë përgjegjësi dhe llogari dhe po ashtu dhe sqarime, tash tim varet krejt të procesi monitorimit dhe transparencës, sepse nëse ky proces shkon në terr, atëherë shumë lehtë mundesh mja vendos pikët aty me mbulu, me fut formularin personel, me kaq mbetet. Mirë po, kur e poenton një kandidat për kryeprokuror duhesh me dhonë arsye pse ja ke dhonë kaq pikë ose pse ja ke dhonë kaq pikë. Rregulloria nuk ka kur farë udhëzuesi, as kur farë kriteret të poentimit. Thjesht jep mundësi këtij panelit vlerësues i cili do ta shohim tash në vazhdim dhe nëse e vrejet, do të thotë ne si publik, nëse e vrejmë që gara po degradon, atëherë qartë ka më na u dhon mesazhi që procesi i zgjedhjes kryeprokurorit ka me mbet ndoshta prap me një kandidat ose kemi me pa një kandidat duke u spostu, sepse zakonisht antarët e këshillit, mënyra e poentimit do të na tregon se cilin person do ta favorizon faktikisht nga kjo përbërje e këshillit prokurorial. Kësaj përbërje, kush pritni që mund të jetë ose edhe nëse nuk mund të flisni me emra, nga cili grup mund të jetë kryeprokurori i ardhshëm? Unë besoj që edhe zgjedhjet kur janë bërë për antarët të këshillit, këto zgjedhje janë bërë me një motiv. Motivin kryesor kanë pas zgjedhjen e kryeprokurorit të shtetit. Unë veç një gjatë që ditëm prej parlamentit dhe akterëve që i ndrojnë ligjet në Kosovë, pse këta njerëz përritën sot me dhonë mendim Komisioni i Venecias dhe me thonë që kjo përbërje korporatiste e kështu. Kur kjo përbërje korporatiste edhe një herë me ligjin e 2019 është vërtetu. Ne të njëjtin Komision të Venecias i kem pas njerëz tonë aty në Komision të Venecias dhe u zhdash qysh atëherë me u ngrit. Kjo temë do të thotë për këtë përbërje mos me sjell një proces me degradu, një proces në start, një proces i cili ndodh në herën 7 vjet. Është shumë i rëndësishëm dhe
Natyrisht një prej pozitave më të rëndësishme. Zonja Demolli, çka prisni që të veproj Këshilli Prokurorial? Kënd do ta zgjidh? Ma shumë se këta që i përmendit ti, pa u nis në shtat në emra konkret, po fatkeqësisht nuk pres shumë të ketë në ndryshim, që tu do të cilmi te këta emra, edhe tek nështë edhe te kryetar tjerë të prokurorive themelore që janë. Po, veç ideja se si ka fillu, unë besoj që do i demotivoj shumë prokuror që janë vërtet nështë të denjë, edhe shumë punëtor që t'jam synë kësaj gare. Zoti Miftara, i njeni edhe një pjesë të madhe të atyre që janë pjesë e sistemit edhe e njeni mirë se si frymën fakt në tërësi sistemi prokurorial. Çka janë pritjet e juja, pra kush pritni që tjetë kryeprokuror, edhe nëse jo me emër nga kush mund të na vije kryeprokurori i ardhshëm, edhe pse u shpjegu nga përmbajtja e kësaj që u diskutu. Pora, le të themi nëse kryeprokurori i ri i shtetit do të jetë dikush nga ish antarët e Këshillit Prokurorial të Kosovës në 70 vitet e fundit, ndonjë nga kryeprokurorët e prokurorive themelore speciale në 50 vitet e fundit, apo ndonjë person i cili ka qenë thjesht në sistemin prokurorial në pozita udhëheqëse që ka marrë mandat, ka marrë pushtet, ka marrë nga këto përbërja, atëherë sigurisht që thjesht do të kemi riciklim të tyre personave. Unë du të besoj që prokurorët, muna me thonë që janë 10, 15, 20 prokurorë në Prishtinë, në për prokurori tjera, në prokurori speciale, për me anë një prokuror Afet Halimin, s'ka kandidu, nuk dhja kandidan, të krasi subvencionet. Për shembull, ka punu në 2 vitet e fundit një rast që në publik nuk është ushqit për sistemit prokurorial, sepse thjesht është pengesë pse një prokuror vetë, pa ndimin e kërkujt, ka bërë një punë të madhe. Po flasëm për një rast ku mesatarisht 200-300 milion euro në 5-6 vite janë keq përdorur përmes subvencioneve. Dhe kjo puna e tij nuk thjesht nuk reklamohet ose sistemi nuk dën. Kështu që për marrë shembull këto, që nuk di aplikon ose s'besoj që aplikon, po ka rafeta në sistem prokurorial të cilët duhet me kandidu. Duhet me sfidu këtë përbërje të Këshillit Prokurorial të Kosovës. Duhet me pas kërkesën shumë të lartë që procesi për emërim të kryeprokurorit me kanë me integritet, me kanë me kredibilitet, me respektu kushtetuta, me respektu ligji, me respektu procedura, dhe në fundit me kërku që gjykimet të gjykatës kushtetuese që janë sot fuqi, thjesht më marrë si referencë. Unë besoj që në takime, kur kemi pas me partnerën ndërkombëtar, me shoqërinë civile gjithmonë kanë kërkuar prej neve që kur të bisedoni me prokuror, me gjyqtar, me polic, duhet ndryshimi marrë për i brenda. Duhet me gjetë polic, prokuror, gjyqtar që e sfidojnë sistemin e kalpt. Nuk pajtohen me një sistem i cili thjesht javcenon dinitetin, javcenon nderin edhe atyre prokurorëve, gjyqtarëve, policëve të cilët e kanë bazë zbatimin e kushtetutës të ligjit. Kështu që unë besoj ndryshimi do të me fillu prej tyre, jam i sigurt që dhe publiku dhe shoqëria civile dhe gjithë ata që e dojnë këtë vend kanë me kanë përkrahje tyre në mënyrë që kur që s'po kërkojmë më shumë se sa një proces për emërim të kryeprokurorit të shtetit që është i bazuar në meritokraci, me integritet. Edhe kur që më shumë. Ka që kishim kohë për këtë debat të sonëtëm. Faleminderit shumë zoti Miftaraj, zotja Demolli, zoti Muçaj dhe zoti Hasani. Shikues nderuar, shkon lumezi, vjen e lezi, në fakt e kemi pasur edhe një reagim të prokurorit Elias Blaka, i cili përmes një postimi në Facebook ka thënë që kjo përbërje e vjetër nuk mund të prodhojë diçka të re dhe gjithçka duhet bëhet që mos ta kemi një kryeprokuror i cili prodhohet nga diçka që është dëshmuar deri tash si e pasuksesshme. Të gjithë ju që keni vërejtja apo sugjerime, mos hezitoni të na shkruani në adresën tonë elektronike tempus@koha.net. Deri në emisionin e radhës nga unë Beti Musliu, mirëmbëjtje.